Mirëmbrëma të nderuar miq, ja ku takohemi përsëri në rubrikën sportive si çdo të diel, por sot në një orar disi të pazakon sepse në orën 23 ekskluzivisht në Radio Televizionin Shqiptar do të transmetohen çmimet britanike BAFTA për kinematografin dhe për televizionin. Pra për të gjithë të apasionuarit mund t'i ndjekin ekskluzivisht në Radio Televizionin Shqiptar në orën 23. Por le të kthehemi tek futbolli, është luajtur java e 21 dhe futbolli ynë është kthyer përsëri tek problematikat e tij. Por ndërkohë nuk është luajtur e plot java e 21 sepse nesër pritet kryesfida e kësaj jave midis Partizanit dhe Skënderbeut në orën 18 në stadiumin Niko Dovana të Durrësit, sepse kryeqyteti ende nuk ka një stadium ku mund të luhet futboll. Pa humbur kohë ju prezantoj me të ftuarit e kësaj mbrëmje, kthehet përsëri pas 2 javësh mungesë Shkëlqi Muça. Mirë se erdhe. Gjatë kohës që ishit në Gjermani, Muça, ka ndodhur ngjarje në futbollin shqiptar. Si komenton se na ka munguar opinioni yt? Me aq sa kam ndjekur, domethënë janë ngjarje që ndodhin vit për vit, nuk është se është e re parë, domethënë. Por për ta nëse kemi dëshirë ta shpëtojmë futbollin nga këto ngjarje, strukturat që e kanë në vëzhgim duhet veprojnë gjithmonë. Patjetër të ndërhyjnë apo? Duhet të ndërhyjnë, siç është federata, komisionet e federatës, prokuroria etj. Kam dëgjuar që ka pasur një nisje për filluar, por që gjërat janë marrë me shumë ngadalë? Unë jam shumë skeptik në të drejtim, sepse është një problem që kemi folur gjithmonë shumë i vështirë edhe në botë, sepse është problem pak subjektiv. Dhe natyrisht që kjo nuk është e mirë, ne kemi edhe këtu kemi diskutuar që kampionati jonë sa vjen edhe këto anomali do ndodhin, por thash kjo e prish bukurinë këtij kampionatit bukur dhe natyrisht duhet ndërhyrë shumë shpejt. Mirëmbrëma Edmond Gëzdari. Mirë se erdhe. Atëherë, Kuksi mbetet përsëri i pari, megjithatë humb ndeshjen me Laçin, një ndeshje e kontestuar nga Kuksi pas goditjes së Smajlit. Si e komenton këtë ngjarje që ka ndodhur? Them që e para për mua Kuksi ka humbur një ndeshje të merituar. Pavarësisht nga rasti se futbollisti Ismaili është dëmtu apo jo, sepse dhe ajo neve nuk kemi në gjendje që ta gjykojmë, dhe sigurisht që atë do ta gjykojnë tjerët, por unë flas për atë që i pash në fushë. Kuksi, Laçi zvogëloi Kuksin dhe e mundi 2-1, po duhet kam përshtypjen duhet marronte 6-1 ndeshja. Deri 6. 5-6. Ka humbur Laçi golat sigurt. Mirë, ndërkohë Smajli është në spitalin ushtarak, ne do të kemi mundësi që të lidhemi edhe me drejtuesit e Kuksit, sepse ata kanë kontestimet e tyre në një lidhje të drejt për drejt telefonike. Sigurisht që do të shohim edhe pamjet se çfarë ka ndodhur në stadiumin e Laçit dhe do të mësojmë edhe si është nga gjendja shëndetësore Smajli. Por ndërkohë unë dëshiroj t'i uroj mirëseardhjen një miku shumë të mirë, siç është gazetari dhe moderatori Enkel Demi. Ai është rikthyer në TVSH. Do ta gjeni tashmë çdo të hënë dhe të shtunë në orën 20:45 me markën e njohurshit programin. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se t'gjeta. Tani, vëllain Sajmir Demi, e dim që anon pak nga ngjyrat bardhe blu, edhe blu ka patur raste. Ju keni ndonjë ngjyrë tuajën të preferuar? Dikur kam qenë tifoz me Partizanin, kur i thuaj Partizani me O, jo Partizani. Tani nuk më tërheq gjë shoh futboll, më pëlqen, por nuk është se jam tifoz në një skuadre. Dakor, do të pëlqente që nesër të fitonte Partizani thjesht për historinë e vjetër timen, por nuk është se jam në një tifoz i marr guerilla apo kështu. Tani për historinë apo edhe mbiemrin të kohët e fundit? Urdo? Edhe për mbiemrin të kohët e fundit. Kjo s'ndikon në një gjë të madhe, domethënë unë Gazin e kam shumë të dashur, rimet e ai e din, domethënë që unë jam në një tifoz i madh, domethënë dhe kaq. Pastaj kam përshtypjen se ai është president modern, nuk është nga këta që është shumë i nuk është nga ata që i merr frymën skuadrës. Mundohet të bëjë një gjë. Megjithatë kam përshtypjen që ngjyrat e zemrës nuk kanë lidhje fare me të kuqen, janë ngjyra komplet të tjera. Me goxha kontrast, po do të flasim më vonë. Nuk ka të bëjë me Shqipërinë. Po, e kishte fjalën për Juventus. Na nderon me prezencën e tij zoti Hysen Dedja, specialist futbolli. Atëherë shkodranët luajtën në futboll, por u penalizuan në minutën e fundit dhe humbën ndeshjen. Meritonin më shumë sipas jush? Jo se meritonin më shumë, mendoj që unë e noqa ndeshjen me vëmendje, takimi ishte për barazim.
edhe Tirana ishte nofta një takimi nivelit nën mesatar. Për nofta me të vërtet Tirana mori atë që desht, mori 3 pikshin, por pretendime që ka Tirana, por që pra objektivi tyne, si që kanë 3 tjera, është për të dalë kampion, me atë lojë që zhvillet në Shkodër, mund subimba. Mirë, është një ekip vërtet simpatik i superiores, ekipi i Laçit, ne jemi munduar gjithmonë që të kemi përfaqësues të këtij ekipi në studio dhe më në fund ja dolëm, kemi sot Arjan Shetën. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Sa vite ke që markon Pero Page? Kam përshtypjen që të është bërë. Sa vjet ka që E ke patur ndonjëherë shok skuadre apo vetëm kundërshtar? Ja, vetëm kundërshtar. Vetëm kundërshtar. Sa vite? Po sa vite ka që Luna i nga menaç? Aq vite markon. 4 vjet kishte. Jo, më shumë. Është e vështirë ta markosh si Kur ka dalë Dinamo kampion. Në të drejtën unë personalisht kam nxjerr ndeshjet më të mira kundra atij. Okej. 7. Mirëmbrëma Ervin Baku, redaktor i Sport Plus. Mirëmbrëma. Kthehet përsëri dhuna në futboll, Ervin. Si e sheh? Rrim edhe pas sa kohësh përsëri flasim për të njëjtat ngjarje jo të bukura. Është ajo që ndodhi në Laç, domethënë, ne them gjyqtari që Smajli është goditur në Laç. Është goditur me sende të forta. Ka shkuar në dhomët e zhveshjes, ka marrë vetdijen mbas 10 minutash, është transportuar në spital. Rrugës ka vjell 2-3 herë dhe ka bërë një padi penale kundër X-it, domethënë nga pra ngjarja ka ndodhur. Për mua është një ngjarje e rëndë dhe bashkohem me Muçën që fenomene të tilla, domethënë që çdo 2 javë nuk po diskutojmë për futbollin, por po diskutojmë për problematikat e futbollit, duhet jepet fund. Jo më kot, unë ne sot kishim një editorial në gazetën tonë Sport Plus që futbolli duhet bashkohë, jo të përçaj, Do të thënë e ke parashikuar pak a shumë. E përditshme e re sportive, nuk është gazet bastesh, është një gazetë plot informative me 24 faqe, nga vendi dhe nga bota, kështu që unë iftoj dhe iftoj dhe gjithë ndjekësit e prestigjioze rubrikës sportive që tash fletojnë dhe pastaj janë aq inteligjentë sa të bëjnë zgjedhjen e tyre. Jo, gazeta e re nuk është tjerë. Jo, du të them unë kam lexuar ja 3 muaj mjes për mjes. Jo, dakor pra. Dyta pastaj kjo është reklamë okulte, ti e kupton. Pse okulte? Po okulte është. Dhe mos ta nisim debatin që tani. Me që është i ri, domethënë e ke pa vetë duke vjedhur Smajlin në fushë? Jo, ne kemi për detyrë të raportojmë lajmin, të raportojmë në mënyrë të direkte dhe atë. Unë tash absolutisht Smajlin e kam shok, jo vetëm Smajlin, po të gjithë. Smajli është në spital ushtarak, unë nuk kam përshtypjen që një njeri domethënë simulon. Unë do të them që ka ikë dhe i Si thoni të debatojmë pak më vonë. Mirë, do të kemi mundësi sepse siç e thash do të kemi edhe drejtuesit e ekipit Kuksit në lidhje të drejtë për drejtë për të mësuar se çfarë ka ndodhur në vazhdim, por fillimisht u njoh me rezultatet e javës 21, Elbasani Teuta 1-0, më në fund ka fituar ekipi i Elbasanit në Elbasan Arena, Laçi Kuksi 2-1, Vllaznia Tirana 0-1, Flamurtaria Polonia 1-0. Ndërkohë që nesër luhet Partizani Skënderbeu në orën 18 në stadiumin Niko Dovana të Durrësit. Renditja provizore është kjo, Tirana kryeson me 44 pikë, ndjekur nga Kuksi me 44 pikë, por për shkak të golavarazhit është një vend më poshtë, Skënderbeu 40 pikë së bashku me Partizanin me nga një ndeshje më pak, Laçi 32, Flamurtari 28, Vllaznia 23, Teuta 19, Elbasani është ngjitur në kuotën e 12 pikëve dhe mbyll Apollonia me 9 pikë. Si fillim le të nisim me editorialin e gazetarit të mirënjohur Besnik Dizdari, të shohim se çfarë ka prekur ai këtë radhë, më pas kthehemi për të diskutuar në studio.